Atëherë, shiko, Taulant, ti e mësuar duke i bërë shqiptarët për budallënj, kjo s'ka dyshim. Por është e qartë pse po e keni ngritur të komision. Ky komision ka vetëm një qëllim, siç e thash. Të zhduki partitë e reja. Ky është qëllimi. Dhe këto lojra tuaja që bëheni bashk dhe pa përfshirë askënd, na dilni me listën ku fusni edhe ne brenda, nuk na bëjnë pis, Taulant. Nuk na bëjnë pis. Por ajo që çudit në fakt më shumë është si nuk vjen turp, më. Si s'të vjen turp fleti për financimin e partive politike. Si nuk vjen turp flisni ju për financimin e partive politike. Si financoni ju fushatat? Ku i gjeni ju ato miliona euro që financoni fushatat? Ku i gjeni? Taulant, ku i gjen para, Taulant? Taulant, ku i gjen para, Taulant? Miliona euro që harxhoni për media.